politike për shkak të personit herë brenda rregullave diskrecionale të saj. E kuptuam pozicionin gruda kundër reflik. Kuptum pozicionin. Unë e pyesa, keni pas dëshirë me zgjedh presidente? Flet për LDK-n. Për LDK-n flasun tash këtu. Nuk flitet politikë për dëshirën. Ne kemi hyrë në proces për ta zgjedhur. Jo, ideja po flas për LDK-n. Nuk është çështje e dëshirës. Unë ka mundësi tash të kemi hyrë në proces për kemi hyrë në proces me zgjedh president. Edhe për mëshmon krizën edhe mëshmon zgjedhjen. Gruda, kushtrim shikoti çka thot zoti Rustemi, domethënë një herë thonë e kena dashur me zgjedhje sa s'mon njerëz kena dashur. Tash e pyet Bardh Yli thot nuk është relevante tash. Qytetarët na shohin për këtë mungesë sinqeriteti minimal. Edhe këtë tallje, se kjo tallje me qytetarët e Kosovës, Bardh. Kjo është tallje. Domethënë, me thon herë ashtu. Në asnjë mënyrë shpjegim real në kontekstin. Me zgjedhje është legjitime. Thjeshtimi deri në banalitet është tallje dhe është hyrje për qytetarët. Siç i fyve ky pushtet e ka humbur. Siç i fyve në krye të herës. Thjeshtimi deri në banalitet është ofendim për qytetarët. Çka ty sidomos kjo? Tash le mamu bëhen asona thjeshtoj sa thjeshtoj ne diun. Asnjë problem. Rustemi, ta dëgjojmë Grudën, ta dëgjojmë. Ky është një pushtet, ky imagjino PDK duke mbrojtur zonën Osmani. Jo, bëjmë parë more. Pse BDV ka dorë? Bëjmë parë. Duke mbrojtur zonën Osmani? Bëjmë parë. Zonën Osmani. Po zonën Osmani presidenti jo, jo jam ja. Nuk do të bëj. Presidenti dyve ka qenë se Kosovës. Mos e kanë zonën Osmani. Nesër do të